nëse do ta paralizojmë për këtë gjë si një ligj legalizimesh. Ka ndodhur një padrejtësi, shteti nuk e menaxhon dot dhe hajde ta legalizojmë. E tillë është dhe amnistia, se nuk është falje. Ne e mbushur buxhet, thot ministri. Ti je fajtor, Ne e mbushur buxhet dhe kush është zgjidhja tani? Hajde bëjmë një amnisti të zbrazim buxhet. Kjo duhet të jetë frymra e amnistisë. Shprehet në deklaratë, paktën se drafti nuk është i zbardhur, ashtu siç duhet. Nuk përfshihen ata që janë hetuar nga SPAK dhe GKO. Po mirë, nga SPAK e GKO, e dimni që janë hetuar dhe dënuar persona dhe për 5.000 lekë të vjetra korrupsion? Sepse janë persona të lidhur me subjektin posaçëm. Është vetëm vepra apo ka të bëjë dhe marzhi dënimit dhe dënimi atij personi? Dhe si mund të jenë me kënofkën kaq të zezë këta persona të hetuar nga SPAK dhe GKO që këta nuk e përfshihen? Ndoshta ishte edhe një lapsus në komunikimin publik, por ai tha jo më fal. Jo më fal, tha diçka se lidhet me këtë që sapo theti. Pra tha nuk duhet të përfshihen ata që janë nuk do të përfshihen. Do të përfshihen. Domethënë është një arritje e madhe. Profesionist, ai ka hequr të gjithë neni 75 Kodit Procedurës Penale. Pra të gjithë kush ka qenë subjekt. Ndoshta dëgjova nga gabim, tha nuk duhet të përfshihen këta, nuk do të përfshihen. Prandaj dhe themi që është shumë e rëndë që një vras që ka vrarë 3 apo 4 veta është dënuar 35 vjet. Ti i falë qofte edhe një vit, kurse një për paparazi tendrës, që është dënuar 6 muaj shërbim prove, për shkak se është dënuar nga gjykata e posaçme. Ti, kurse ti me 35 vite, i falë. Kjo gjë nuk shkon, ose personave që janë të dënuar në mungesë. Ne vërtet lejojmë dënimin në mungesë, po kemi njerëz që nuk e dim fare që ndaj tyre ka filluar një procedim. Asa kanë marrë vesh asnjëherë. Mjafton që vete polici në shtëpi ka njeri ku banon në shja shteti, vetëm kur vi me gruan ai, a me fëmijët vinë në këto pikat e kalimit kufitar, e marrin e arrestojnë e fusi brenda dhe nuk përfiton. Pse nuk përfiton ai? Se quhet i fshihet drejtësisë. Jo, nuk i fshihet drejtësisë. Ne kemi shumë njerëz që janë dënuar, presin radhën e ekstradimit, nuk po ekstradojnë dhe preshtojnë nga amnistia. Pra, kjo amnisti është në mënyrë selektive, duhet të zgjidhte atë që zgjidh gjithë bota, me 3 rjeshta. Amnisti, kush amnistohen të gjithë të dënuarit, edhe kush është në hetim apo në gjykim, 3 vjet burg, 4 vjet, 2 vjet, ama i përfshin të gjithë. Nuk mundesh të themi ne tani, përfiton Armadia Pale, neni 278, paragrafi 2, 3, 4, 5, nuk përfiton 6, mundet shumë. Mirë,